ka fëmijë që ecin shumë mirë dhe ka fëmijë që fillojnë të krijojnë dhe të fitojnë dhe pjesën për qenë të pavarur gjatë një procesi mësimor. Pastaj kjo ishte ajo arritja e dytë më e që madhe. ti të bën po prapë me krah dhe thua wow, ne ja kemi dalë. Patjetër që ka vështirësi. Aktualisht është në një shkollë profesionale 2 vjeçare, mund të shkoj vetë, ka autonomi për të bërë gjërat e veta, por që kemi vështirësi aktuale tek pjesa e socializimit, ngelemi akoma selektiv, para pëlqejmë akoma të flasim dhe të diskutojmë për tema të ndryshme, të caktuar, nuk kemi një shoqëri, kemi vështirësi për të krijuar marrëdhënie shoqërore komplekse apo biseda komplekse, por që ka një funksionim relativisht. Unë mendoj që pak a shumë në Shqipëri është kjo tendenca që neve të arrijmë suksese, sidomos akademike. Dhe pjesa e pavarësisë dhe të qenit i mjaftueshëm për vetveten lihet pak në mënjan. Dhe fakti që një i rritur tashmë, që po shkon në një shkollë profesionale ose adoleshent, shkon vetëm, merr pjesë vetëm në mësim dhe bën rrugën vetëm, përballet situata. Kjo është, mendoj, një nga sukseset më të mëdha që mund të arrijmë.